Mirë se erdhët. Përkëdo që sapo ka filluar punën si teknik i mbrojtjes së rrjetit, e di mirë se një gabim i vogël në parametra mund të kushtoj shumë shtrenjtë. Ky material është një udhëzues praktik për të zotruar mbrojtjen distancionale, nga teoria bazë deri te detajet e testimit në terren për të siguruar që çdo gjë të funksionojë siç duhet. Imagjinoni pak këtë sken, një rrjet i tërë energjetik, gjeneratorë, transformatorë, linja transmetimi. Dhe detyra është e thjeshtë në fjalë, por absolutisht jetike, ta mbrosh këtë sistem nga çdo lloj defekti. Çdo vendim ka peshë, sepse stabiliteti i gjithë rrjetit është në duart e atij që bën punën. Pra, pyetja mbetet, nga ja fillojmë? Përgjigjja nis me një koncept thelbësor: mbrojtja distancionale. Le të zhytemi pak më thellë në këtë parim themelor për të kuptuar se si një rele mbrojtëse arrin të shohë një defekt përgjatë qindra kilometrave linje. Kjo është pyetja kryesore, apo jo? Një qark i shkurtër shpërthen me një rrymë 1000 herë më të lartë se normalja. Rrezikon të shkrije kabllët, të shkatërrojë pajisje me vlerë miliona. Si e ndalojmë këtë katastrofë brenda disa milisekondave, pa shkaktuar një ndërprerje totale në zonat e tjera? E pra, ja ku qëndron çelësi i gjithë kësaj pune. Mbrojtja distancionale nuk mat distancën me metër. Jo. Ajo mat tensionin dhe rrymën. Dhe nga këto të dyja, llogarit diçka që quhet impedancë, shënohet me z. Në kushte normale, impedanca është e lartë, por gjatë një defekti, ajo bie në tokë. Dhe pikërisht kjo rënje drastike është sinjali që i thot reles, hey, diçka nuk shkon. Dhe ja ku është e gjithë magjia. Z baraz me u pjesëtuar me i. Kur ndodh një qark i shkurtër, rryma i rritet në qiell. Edhe pse tensioni u bie, rritja e jashtëzakonshme e rrymës bën që rezultati, pra impedanca Z, të shembet. Në thelb është një matematikë kaq e thjeshtë që mbron sisteme me vlera miliarda. Tani, pjesa më interesante është si e sheh releja këtë gjë. Parametrat e saj krijojnë një lloj kufiri, siç e shohim këtu në formën e një rrethi. Çdo vlerë impedance që llogaritet dhe bie jashtë këtij rrethi, do të thotë që gjithçka është në rregull. Por në momentin që pika e impedancës hyn brenda rrethit, bum, releja kupton menjëherë që ka një defekt dhe jep komandën për të hapur ndërprerësin. Kaq e thjeshtë. Por e dini si është? Teoria e pastër në libra është një gjë, kurse realiteti në terren ai është krejt tjetër. Tani kalojmë nga parimi ideal tek një rregull praktik që çdo teknik duhet ta njohë përmendsh. Realiteti i 90%-shit. Mbajini mend mirë këtë numër, 90%. Kjo është ndoshta shifra më e rëndësishme kur filloni. Dhe pyetja lind me njëherë, pse jo 100%? Pse do të linim qëllimisht 10% të linjës të pambrojtur nga zona më e shpejtë e veprimit? Përgjigja, me një fjalë të vetme, pasiguria. Sepse bota reale nuk është një laborator perfekt. Relet vetë kanë pasaktësitë e tyre, transformatorët e rrymës mund të kenë gabime, edhe të dhënat e rrjetit që na vijnë mund të mos janë 100% sakta. Duke vendosur kufirin e parë në 90%, ne krijojmë një marzh sigurie. Kjo na siguron që releja jon të mos veprojë gabimisht për një defekt që në fakt ndodhet në linjën tjetër. Okej, pra, nëse zona 1 mbulon vetëm 90%, çfarë bëjmë me 10% e mbetur dhe si sigurojmë mbrojtje rezerve? Këtu hyn në lojë ndërtimi i një sistemi mbrojtje me disa zona të shkallëzuara. Shikoni pak këtë grafik. Kjo është strategjia jone plot. Zona 1, ja ku është, super e shpejt, vepron pothuajse menjëherë, por mbulon vetëm 90% të linjës. Pastaj vjen zona 2. Ajo shtrihet më larg, mbulon pjesën e mbetur dhe hyn pak në linjën tjetër, por vepron me një vonesë të caktuar, rreth 400 milisekonda. Dhe zona 3 shkon edhe më larg, duke ofruar një rrjet sigurie shtesë. Është një sistem mbrojtjeje me disa shtresa. Dhe kjo foto këtu e tregon perfekt se si gjithë ajo teori përkthehet në praktik. Ato shkallët që pam në grafik, ja si duken realisht në një linjë energjetike. Çdo rele ka zonat e saj që shikojnë përpara, duke krijuar një mbivendosje dhe një sistem mbrojtje të plotë të koordinuar. Dhe ja një, le ta quajmë, sekreti vogël i profesionit, pasiguria akumulohet. Pra, për të mbrojtur linjen, pasardhëse me zonën 2, nuk mjafton thjesht të marrësh 100% të linjës son plus një pjesë të vogël të tjetrës. Jo, duhet ta aplikosh sërish atë marzhin e sigurisë. Kjo do të thotë që për ta mbuluar plotësisht linjën e dytë si rezervë, shpesh na duhet edhe zona 3. Rregulli 90% përsëritet, duke na kujtuar se sa më larg shikojmë, aq më pak të saktë jemi. Mirë, i llogaritëm parametrat, i futëm në rele, mund të mendojmë se puna mbaroi, apo jo? Gabim. Faza tjetër është po aq në mos më rëndësishme, të provojmë që gjithçka funksionon tamam siç e kemi parashikuar. Kjo bëhet përmes testimit.
Këto vlera futen në këtë kuti të vogël në relen digjitale, por thjesht të shtypësh disa numra nuk garanton asgjë. Puna e vërtet fillon tamam tani, verifikimi. A do të sillet releja pikërisht ashtu siç e presim kur të ndodh një defekt real? Këtë përgjigje na jep vetëm testimi. Kjo thënie këtu duhet ta ketë çdo teknik të varur mbi tavolinën e punës. Pa një protokoll të qartë, tekniku A teston diçka sot, tekniku B teston diçka tjetër pas një viti. Rezultatet nuk mund të krahasohen dhe rreziku për të lënë boshllëkje sigurie është i madh. Protokolli na detyron të gjithëve të ndjekim të njëjtat hapa, duke siguruar që pikat kritike të testohen gjithmonë, pa përjashtim. Në ditët e sotme, kur vjen puna te testimi, kemi praktikisht dy rrugë kryesore, atë të automatizuar dhe atë manuale, me dorë. Të dyja kanë vlerën e tyre, por është thelbësore të kuptojmë se si gjykimi i teknikut mbetet gjithmonë i pazëvendësueshëm. Le t'i vëmë përballë njëra tjetrës. Testimi automatik është si një makinë garash, i shpejt, kontrollon qindra pika dhe në fund t'i jep një raport prej 30 faqesh. Por ka një rrezik, tundimi për të shtypur thjesht start dhe për t'i besuar verbërisht rezultatit. Nga ana tjetër, protokolli manual është si puna e një artizani. Të detyron të shkruash çdo vlerë me dorë, të ndalosh dhe të pyesësh veten, a ka kuptim ky rezultat? Nuk është çudi që kjo metodë ende përdoret aty ku nuk ka vend për gabime, si në centralet bërthamore. Atëherë, cila është rruga më e mirë? Po, përgjigjja është ti kombinosh të dyja. Fillo me një test automatizuar për të mbuluar sa më shumë pika. Më pas, plotëso një protokoll manual të shkurtër me vlerat më kritike. Kështu sigurohesh që puna është edhe plot, edhe menduar mirë. Dhe hapi i fundit, në shkrimi me dorë. Kjo nuk është thjesht një formalitet, është marrja e përgjegjësisë profesionale që releja është testuar siç duhet dhe është gati të mbrojë rrjetin. Dhe me këtë arrin në fund me një pyetje për të reflektuar. Automatizimi na jep shpejtësi, na jep shumë të dhëna, por nuk na jep gjykim. Në fund të ditës, kur dritat e miliona njerëzve varen nga një vendim i vetëm, kujt do t'i besonit më shumë? Një butoni start apo gjykimi tuaj profesional? Siguria e rrjetit nuk është thjesht një algoritëm, është përgjegjësia jon.